Dafina Zeqiri surprizohet nga bashkëshorti, i dhuron makinë Rolls-Royce me vlerë rreth gjysmë milioni euro. Këngëtarja Dafina Zeqiri ka zbuluar dhuratën e fundit që ka marrë nga bashkëshorti i saj, Kreshnik Gjergji. Ai i ka bërë dhuratë artistes një makinë luksoze Rolls-Royce me vlerë që arrin deri në gjysmë milioni euro, një prej markave më prestigjioze dhe më të shtrenjta në botë. Lajmi u bë i ditur nga vetë Dafina përmes një postimi në Instagram, ku ajo publikoi pamjet e makinës së re, ku e shoqëronte dhe i biri, i cili është disa muajsh. Ai erdhi me makinën e tij dhe u sigurua që unë kurrë të mos udhëtoj me diçka tjetër, ka shkruar ajo, krahas fotove, ku vihet re se dhe partneri i saj ka një makinë të njëjtit model. Reagimet nuk kanë munguar, fansat kanë mbushur rrjetet sociale me komente urimi dhe habje, ndërsa dhurata e Kreshnikut konsiderohet ndër më luksozet e bëra publike nga çiftet shqiptare të showbizit.